Teksa do duhet të ishte në kulmin e sezonit turistik, ashtu si kundër është propaganduar nga pushteti lokal dhe ai qendror, qyteti Vlorës po kthehet në makth edhe për banorët vendas. Prej të paktën një muaj, lagjet të mëdha të qytetit të Vlorës si 24 Maj, Partizan dhe lagja Pavarësia nuk kanë ujë të pishëm. S'ka ujë. E ndërsa banorët shprehen se kanë ankuar drejtuar Bashkisë Vlorës dhe Yjes kanalizime, por nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Ne ndodhim pikërisht lagj 24 Maj, ku banorët shprehen gjithashtu se kanë 15 ditë pa ujë. Banorët tregojnë se mungesa e ujit ka goditur aktivitetin e tyre jetësor, por edhe ato turistik, teksa shprehen se turistët e huaj, pasi konstatojnë mungesën e ujit, largohen nga qyteti. Pa ujë, pa pikën e ujit, 10 ditë. Me ujë pusi. Ujë ka lali, thotë Edilama, se nuk të zëmoçali, thotë. Si që në jetë me zve. Sa ditë vajti? 15 ditë. Po tani... Që në 15 maj kemi marrë. Derë ma sot pa pikën e ujtë. Një orë në darke, një orë në gjes. Tjetër pasaj. Ka ujë? Dele të pronë, thaj. Shumë farë, po s'vjen në i turisti, po s'pati ujët. Ja larguar turisti? Po, tashti, akoma nuk ka filluar, po kemi pasur rast edhe vjetë. Që sfunizohesh me ujë dhe ikte. Sipas qytetarëve, në lagjet kryesore të qytetit, nevojën për ujë e kanë zgjidhur duke bler apo nëpërmjet puseve private dhe mbushjes së bidonave, duke përdorur edhe kafshët shtëpiake. Me çfarë furnizohesh tani? Me ujë pusi thashore. Do të gënjeu, të vit hapi çesmë, pa pati ujë futëm brenda burr. Po tani me kafshë del. Del të ushqet, do vetë bush ujë. Çfarë bëj? Me kafshë, ja. Me kafshë, çfarë bëj? Mush karro ta çoj shtëpi. Jemi te pishat atje, pa ujë, pa drita, pa mavri, pa tutë pa tu. Ja se po mushim ujë, po merohemi. Me kanat që nuk ka ujë mirë, sidomos mas dite nuk ka fare njerë. Ka pak fare, nuk na plotson. Jo vetëm në zonat urbane, por pa ujë janë edhe fshatrat, siç është zona e Nartës, ku banorët kanë protestuar për mungesën e ujit pak ditë më parë. Kam për problem të drejtori, ata shikim të gjuhës, fola me drejtorin e ushqellshit, edhe të prefekti. Çka gjë, tash i ka ngel një ashtu vetëm, një zgjidhje, e fundi që mund të bëhet. Në qoftë se do jetë kjo gjendje, do mbledhen si jemi mbledhur sot, e do dërgojmë peticion kryeministrit. Por teksa banorët e Vlorës po thahen për ujë dhe turistët po largohen nga qyteti, bashkia e drejtuar nga Ermal Dredha vijon fushatat propagandistike të turizmit. Një ditë më parë, kryebashkiaku Dredha publikoi foto në rrjetet sociale me aktorin turk Burak Ozçivit, që sipas Dredhës me aktorin e serialeve turke i bashkon projektet për turizmin.